Flitet se është edhe mungesa alternativës politike që ta zëvendësoj. Ju e mendoni kështu dhe apo e mendoni largimin? Faleminderit. Tani, si quhej? Desada. Desada. Faleminderit Desada. Ka një propagandë të tillë dhe duhet të ruash mos biesh viktime saj. Se për të rënë viktime saj duhet pranosh alternative Edi Ramën. Edi Rama në të vërtetë është e keqja më e madhe që kanë pasën verhorës shqiptarë në pushtet ndonjëherë në histori. Ata të cilët duan të mbrojnë Edi Ramën, shtrojnë një alternativë të tillë. Por Partia Demokratike është një forcë politike që ka transformuar Shqipërinë me vepra dhe jo me fjalë. Desada, në 8 vite Partia Demokratike ka administruar një buxhet total prej rreth 30 miliard euro, sepse ka qenë partia taksë dyfishuar rroga dhe pensionet, mbi dyfishuar rroga dhe pensionet. Ka nxjerrë Shqipërinë nga grupi i vendeve me të ardhura të ulta në grupin e vendeve me të ardhura të mesme të larta. Me ato 30 miliard euro, kjo qeveria e saj dhe e koalicionit saj ka ndërtuar në Shqipëri 11.300 kilometra autostrada, superstrada, rrugë rurale, parësore, dytësore, tretësore, ka ndërtuar tunele dhe ura, ka ndërtuar mbi 1.300 shkolla dhe kopshte, mbi 720 sisteme kanalizimesh dhe ujësjellshas. Në qeverisën e saj, me qenë për ata që duhet të bëjnë krahasimin e të pakrahasurve, Shqipëria u antarësua në NATO, mori propozimin për statusin e vendit kandidat, firmosi marrëveshje e stabilizimit dhe asociimit. Por në qeverisën e saj, Shqipëria nga fundi botës në përdorimin e internetit. Mos harro se interneti ishte 4.8% penetrimi i tij në vitin 2006. Arritin 63% penetrimi i tij. Pra, nga inekzistent u arrit në moshën e Shqipërisë digjitale. Atë vit, mesatarja e Europës ishte 64 ose 66%. Një kthesë e madhe e jashtëzakonshme u bën energjetik. U firmosen kontrata për ndërtimin e 430 hidrocentraleve, ndër të cilat ndër më të mëdha, siç është Devolli, por kryeprojekti i projekteve për rrugës kombit ishte TAPI, Trans-Adriatic Pipeline, në cilin Shqipëria pas Azerbajxhanit luajti rol absolut kryesor. Dhe sot Europa merr korridor jugor, nuk është më në duart e rusëve, por është një gaz shellës që vjen direkt nga Azerbajxhani në Itali dhe Shqipëria ka çdo mundësi për të qenë nyje e fuqishme e shpërndarjes, por nuk përfiton as dhe 1 litër për shkak të qëndrimit të këtyre qeveritarëve. Pra, cili do që flet për alternativë, le të marrë të krahasojë 2 personat. Duhet krahasuar kjo. Edi Rama dhe jo vetëm Edi Rama, por dhe diplomat korruptokrat bën çdo gjë për hap pa di penale ndaj Sali Berishës. Çfarë doli pas hetimit 4 vjeçar dhe vetimut të vërmëtarisë tij 35 vjeçare? Doli sa ai dhe fëmijët e tij s'kishin thyer kur ligjin. Asnjëherë. Doli sa ai u akuzua tërësisht
falso. Akuza ndaj tij ishte një piramidë mashtrimi. Se toka që kishte marrë dhënëri i tij ishte toka e gjyshëve të dhënërit. Se ajo nuk ishte kur shpronësuar nga autoritetet italiane, po ishte konfiskuar nga regjimi komunist. Dhe se nga dhjetra zyrtarë që kishin firmosur procesin kthimit të pronës, të njohjes, të kthimit të pronës, parablerës së objekteve, sot të qeverive të majta dhe djata, sot nuk ka asnjë zyrtar në ndjekje nga dhjetra, sepse kanë zbatuar ligjin. Dhe është vënë Sali Berisha, sepse me akuzën falso se i ka dhënë tokë të shpronësuar në një kohë kur gazeta zyrtare e asaj kohe tregon se toka ishte e pronarëve, toka nuk u shpronësuar, por u rekuizua për jafat kohor 6 mujor. Tjetër, një minutë, se duhet i bëjmë krahasimet. Do shkojmë te krahasimet. Tjetër, hetimi pasurisë Sali Berisha për 32 vite tregon se ka 100.000 euro. Kursime bashkë me të shoqen e tij dhe një apartament 40 metër katror në të madh se atë që kishte në diktaturë. Të marrim pak Edi Rama. Në vitin 2013, në fund OSB-ja, fillim 2014, publikon raportin ku thot Edi Rama ka të fshehura në bankat offshore 200 milion euro. Jo vetëm kaq. Po nëse për Sali Berisha s'ke dëgjuar dot kur njeri thot se i dhash 100 dark apo më kërkoj 100 dark, Edi Rama është i akuzuar në mënyrë të përsëritur se më kërkoj 1 milion, se më kërkoj 600.000, se më kërkoj kaq, se më kërkoj aq. Në rast se pra, se do t'i marrim gjërat, siç janë, për të shpërbër propagandën e asaj që thonë se s'ka alternativë. Kujtojmë, le shkojmë pak tek martesa e fundit e Edi Ramës. U martua me një pallat në Paj. Një pallat i zonjës Rama, për të cilin ajo nuk paraqiti dot asnjë faturë ndërtimore, tatimore, doganore apo bankare. Një pallat sikur mbiu nga katët e nëndheshme gjerë në katin e 5. Dhe kur u pyet me se u ndërtua, është ndërtuar me para gjaku, tha. Kur u pyet Edi për pallatin, u përtyp, se do të thiste për vilën e tij, prishti. Unë kam patur rroga më të larta se ai në detyrën time. Por unë, thash dhe njerë, kam arrit të këm 100.000 euro kursime dhe të blet një apartament 20 metra me gjërë sa atë që kisha. Shita atë dhe mora këte. A jeton në një saraje 720 metra. Themelet e gjata. Ndërtuar me materiale ultra të kushtueshme. Me xhama super special, me pigmente më të kushtueshme, me një kopsht 8.000 metra, ishte 5.400, është bërë 8.300 tani. Kopshti, s'ka kryeministër në Europë të ketë një kopsht të tillë, ju garantoj unë ju. Mbretërit po, se i kanë trashëgim shekullor, po kryeministra me kopsht 8.000 metra nuk gjeni ndonjëherë kur. Ndaj dhe mos them këte, pastaj urdhro
pas një hetimi shqiptar dhe ndërkombëtar. Sali Berisha ju gjetë zero. U detyruan të akuzojnë se vajza e tij i ka paguar pushimet. Historia më turpshme në akuzën e botës. I ka paguar një javë pushime. Se vajza dhe dhëndri i tij kanë paguar 3 fëmijë me autizëm në qendrën ku është shoqja e drejtor për 20 vitesh pa asnjë qindark përfitim. Thjesht vullnetarisht. Na dhe Desada ruaju nga propaganda sepse bëjnë gjithçka për të mbrojtë Edi Ramën. Edi Rama është një keqe të mërshme. Nuk ka patur, është një generator të zezash për këtë vend që duhet ikë 1 minutë më parë. Silvana